Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për situatën politike në vend, ku një pjesë e politikanëve ndodhen në burg, ndërsa të tjerë si Edi Rama dhe ish-kryeministri Sali Berisha kërkojnë votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë në lojë ka hyrë edhe Lulzim Basha, i cili është duke luajtur me kryeministrin Edi Rama përmes një komunikimi në distancë. Ndërkohë ditët e fundit ka dalë në sipërfaqe një përplasje brenda llojit, ajo midis Erion Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama, se kush do ta drejtojë Bashkinë e Tiranës. Po çfarë po ndodh realisht pas perdës së politikës? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, por edhe shumë të tjerave, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, çfarë po ndodh me politikën shqiptare dhe konkretisht me politikanët e saj, ku një pjesë janë në burg, ndërsa të tjerë si Berisha dhe Rama kërkojnë votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë që ka dalë në sipërfaqe edhe një përplasje midis Erion Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama. E shikojnë që shqiptari po e gënjeve me një kore bukë, të do të ka gjanë, si dhe bukë atëre ngrihet, po bukët s'u ambana, se e di që i hanë kokën po u preu bukën. Dhe deri te buka i mban gjallë, i mban afër. Lidhur me këto batuta, se janë batuta, këto janë biseda palacos që bëjnë këta në rrjetet sociale, jo biseda burra shteti dhe biseda deputetës ose biseda kryeministrit dhe kandidat dikur për kryeministër. Këta na turprojnë, këta na bën faqen e thjesht si kom, këta turpruan kockat e të parëve tanë që kanë luftuar tërë jetën për këtë Shqipëri. Këta po shkelin mbi idealet e dëshmorëve të luftës. Këta po shkelin mbi luftën e rilindasve për pavarësi, këta po shkelin mbi gjithçka që është kombëtare shqiptare. Këta janë të papytyrë. Nisur nga ajo që po ndodh aktualisht mes kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliajt, ka dalë në sipërfaqe një përplasje brenda llojit, brenda këtyre dy figurave të politikës, ku njëri prej tyre gjendet në burg dhe ndërkohë nga ana tjetër kryeministri Edi Rama kërkon të ushtrojë pushtetin e tij deri dhe në Bashkinë e Tiranës. Ju si e keni parë këtë përplasje, e cila shkoi deri në atë pikë sa që u desh të shkarkoheshe nënkryetaria e bashkisë dhe më pas të kishte një rokat tjetër? Të janë veprime uqërish rreth kërmës. Kush do hajë pjesën më të madhe, kush do këpusi llopmën më të madhe. Ta janë një lloj. Mirë, po janë në kushte të pabarabarta, sepse ujku i vogël, që është Erion Velia, ose Konia, se është një kone Erion Velia, është në burg. Ndërsa ky babakalua, ky padrinua, ky fletkaluar, sepse bën që do qefi, vepron si do qefi, e kërcënon, se ta dish një gjë do të gazetar. Mafiozët e kërcënojnë njëri tjetrin me mënyra nga më të ndryshmet. Vje fjala, tani që Erion Velia është brenda, Edi Rama e ka ndorë dhe i thot, po fole të zhduka familjen. Se janë mafiozë këta nuk pyesin për kur vjen puna tek pushteti. Dhe Erion Velia është detyruar që edhe të lëpihet dhe të lufti kundërvihet Edi Ramës. Ky ndrimi këtyre kryetarëve të bashkisë, kryetarkave, apo ati juristët të bashkisë, së gjithë tjetër veçse se i cili kërkon që në krye të bashkisë ketë ekipin e tij, sepse duan të hanë këta, janë mësuar me lekta. Nuk janë mësuar këta që të rinë disa ditë pa u vatur çanta me lek në zyrë. Dhe këtu është gjithë problemi i tyre. Por Erion Velia është në kushte të tilla që i kërcënohet gjithçka, nuk e kërcënoi hapta si natyrisht, mafia di si kërcënon, di si ti dërgon dhe kodet ja kuptojnë shumë mirë njëri tjetrit. Dhe janë në këto kushte që themi, por Edi Rama vërtet nuk ka vrarë me plumë. Po Edi Rama është kriminali më i egër dhe më i rrezikshëm i politikës shqiptare. Është më i rrezikshëm sepse dhe ata që kanë rreth rrotull vetes janë paq të liq, paq të pa fytyrë, paq të pa nder, paq të pa moral, sa që është Edi Rama, se prandaj janë si ai pra mbajnë në krye.
se mbaj njëri tjetrin këta. Është si puna e piramidës, po hoq një gur, bie tërë ata e din, që po Urzu Edi Rama do vend të tërë pastria. Kjo është arsyeja që ata e mbrojnë dhe e mbështesin në këto pislliqe që bën, sepse ndryshe nuk do ndodhte kështu. Si është e mundur që Edi Rama ka arritur deri në këtë përplasje, duke qenë se në fillim ai doli në krah të Erion Veliajt dhe sulmoi Spakun në këtë rast? Ai bën aktori, bën teatr. Bëri sikur e mbrojti Erion Velin, për t'i bërë këtë që i bëri tani ditë e fundit që i mori pushtetin në bashkinë nëpërmjet shkarkimit të njerëzve të Erion Velis. Sepse Erion Velia kishte krijuar atë klikën e tij atje në bashki, nuk diskutohet fare. Dhe Edi Rama e prishi pikërisht këtë klik. Dhe ngriti klikën tjetër të tij, që do të bindet urdhrave të Edi Ramës që të firmosë ato vendimet e Këshillit të Ministrave si sot ai siç e ka thënë dhe të tjera, sepse praktikisht në Shqipëri nuk drejtojnë, nuk qeverisin as deputetët, as bashkiakët, as njeri. Qeverisë vetëm padrino Edi Rama, vetëm krye kriminali anti-shqiptari, që s'ka gjak shqiptar, quhet Edi Rama. I lumt. Si mendoni, pse u tërhoq Erion Veliaj nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, duke theksuar se ishte thjesht një keq kuptim me kryeministrin Edi Rama? Është ajo që thash parë. Se i ka vajtur Haberi dhe i ka thënë, i dërguar fjala që ke kujdes, mos kalovin e kuqe, i ka thënë Edi Rama. Natyrisht këto nuk i thonë që ti dëgjoj unë e ti, zotëri, e ti dëgjoj populli. Këto haberi ata nuk i japin. Përse vajti Ulsi Manja, është rast e pashkëmbulur vetë Ulsi Manja dhe takon burg. Do më thoni ju çfarë bisedash kanë bërë vesh më vesh? Do më thoni ju cili që objekti i vizitës së Ulsi Manjës në burgun e Durrësit për të vizituar Erion Velin. Në fundit Erion Velia është aktualisht i pafajshëm, se s'ka vendim gjyqësor. Atëherë Ulsi Manja pse vajte? Erion Velia është person në hetim. Është person që hetohet dhe ndiqet penalisht në kushtet e arrestit me burg. Ulsi Manja pse vate? Pse nuk del të flas ai? Ma bën atë mjekër thjapi ai. Pse nuk del? A mendoni se Erion Veliaj është braktisur totalisht si nga njerëzit e tij, po ashtu edhe nga kryeministri Edi Rama? Pasi që bëhet fjalë fare. Tani që Urzu e din mirë ata se ku e ka vendin Erion Velia, e din mirë se çka bërë Erion Velia, sepse zotëri, nuk ka rënë rasti të shkoni në Sharë, të shikoni se kemi pasur raste fatkeqësisht në miqen shok dhe kemi vajtur marrëzat e Sharës dhe kemi parë tmerrin e malit me flera që është atje. Dhe askush nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet. As padrinua, që është Edi Rama, babakalua, kur i thot nga njerë Alfred Sako, as padrinua. Nuk përgjigjet Edi Rama për asnjë gjë. A e keni vënë re që nuk jep asnjë llogari? A e keni vënë re që si kërkon kush llogari? Tani s'ka mbledhje, s'ka më parlament, s'ka më mbledhje qeverie, po deri tani ç'kish. Ai bën si do qefi zotëri. Ai është mbret i pashpallur. Ai është një bandit, një krye bandit, një krye mafioz që nuk ka të tillë Shqipëria, s'ka parë të tillë. As Enveri s'ka qenë kështu. Po ai përfiton nga një gjë. Përfiton nga nënshtrimi që i bëri padrinua i PD-s Sali Berisha. Enver Hoxha zotëri ndë një 45 vjet në pushtet, 35 vjet po rri Sali Berisha, që nga shuar politika shqiptare dhe spektri politik shqiptar, ose burrat apo gratë e PD-s, që të zgjedhin njëri tjetër, ta vën kryetar, po do mbetet për jetë Sali Berisha. Dhe pse e ndihmon Sali Berisha? Sali Berisha i e preso procesin në 21 prill të 2008, se kam thënë në mënyrë përsëritur. Këta rivendosin diktaturën e Partisë Punës me ligjin zgjedhor. Këta me atë ligj, sikur 5 veta të dalin të votojnë, ata mbeten në pushtet. Dhe në pushtet do bëjnë ato që kanë bërë bashkë, se bashkë i kanë bërë të tëra deri tani. Është një lloj përgjegjës Sali Berisha me këto veprime që bën Edi Rama. Është një lloj fajtor. Vjedhin të dy një lloj.
janë të dy hajdut, kusari kanë të tëra zezat, kriminel, i kanë të dyja një lloj. Prandaj unë nuk e ndaj Edi Ramën nga Sali Berisha. Janë binjak, janë vëllezër siamez.